Atëherë, me difrashërin ta lidhim aty ku alam, Bedri Pejani me Recep Mitrovica dhe Xhafer Devi i propozojnë në Mbarit ta binë me difrashërin nga Roma. Ishte internuar në Rom. Italianët e kishin internuar sepse ishte antifashist. Me difrashërin nuk ka bërë kompromis me asnjë pushtues të Shqipërisë, ka qenë maja e patriotizmit shqiptar. Dhe në Mbarit duke dëgjuar dhe duke pas garancinë e tyre, gjen mundësinë dhe bjen nga Roma duke shkruar kujtimet ka qenë. Duke shkruar kujtimet e veta dhe bjen nuk ka lënë që të qeveria ose pushtuesi italian të merrte thesarin shqiptar. Thesarin shqiptar profesor dhe i ka brell të gjitha ambasadat para pushtimit, ka atakuar gjithë ambasadat. Me pistolet në dorë ka luftuar në rrugëzat e Tiranës. Ku ka italianët këtu. Imagjinoj çfarë patriotet ka qenë. Me pistolet në dorë kryeministër. Duke gjujt në neve na ka thënë ndrysh. Aty ka pa mirë. Me difrashin ne deri në qeverinë e dytë të Partisë Demokratike që dekoruan, e kanë qenë tradhtar deri në vitin 2007-2008. Atëherë dekoruan. Megjithatë, të rrim tek kjo mos merremi me gjendën e saktë. Me ardhen e me difrashit në Shqipëri plotësohet pazulli i kësaj. Asambleja e voton regjencën, plotësohet regjenca me 4 vetë që nuk i pranë misionin tjetër, vonohet vetëm emërimi i Padre Andem Harapi, se do të merrte miratimin në Vatikan. Është vonuar me 1 muaj e gjysmë diçka, sepse ai ishte prift dhe nuk e lejonte që Vatikani vjen miratimi nga Vatikani dhe plotësohet. Përfshirje në luftë, në pjesëmarrje. Jo, në regjencë, ishte regjencë, ishte si ata regjencë. Po prapë situatë luftë. Me situatën e tillë, tash ti jemi këtu. Nuk i mjafton patriotëve, pra as Bedri Pejanit, as Recep Mitrovicës, as Xhafer Deves, nuk i mjafton kjo që po bëj në Shqipëri. E shikoni se sa edhe këto pa duke qenë që njihnin më mirë serbët se sa shqiptarët që ishin brenda për brenda, pra i njihnin më mirë pjesa Kosovës, ata organizojnë lidhjen e dytë të Prizrenit, flak për flak. Pra, zotëria kishte të drejtë, tha, datat shumë të ngjeshura, aktiviteti ishte shumë i vëmendshëm. Pas kanë qenë kështu, domethënë çdo 2 javë, çdo 2 javë dhe imagjinoj, nuk kishte as po të shkonin në Prizren nuk shkote si sot. Si shkohet, ishte shumë e vështirë të shkohet. Bën lidhjen e dytë të Prizrenit me 16 deri me 20 shtator. Sepse ato dolën 43-shit janë. 43 në bazë, shtator 43. Me 14 të shpallën për vastit, filluan me organizuar zgjedhje tetor, ka zgjedhje që u bashën këto bënin lidhjen e dytë të Prizrenit, që sekretari i saj ka qenë Tahir Zaimi. Tahir Zaimi nga Gjakova. Ky ka shkruar këtë libër në Bruksel në vitin 62, më duket. Se po shohim këtu te kjo paratharja. Ne s'ka si viti sepse në 62 më duket e ka shkruar atje në diasporë në ekzil ku ka qenë. Dhe e organizojnë dhe kryetari i saj është Recep Mitrovica. Ja, i kemi këtu dhe foto. Për Recep Mitrovica më vonë do të ishte kryeministër i Shqipërisë. Nga regjenca që pra parlamenti e miraton dhe regjenca kalon për që kryeministër i Shqipërisë. Mas në vendin e tij është Bedri Pejani. Dakor, pikësonimet e lidhjes dytë Prizrenit. Pikësonimet e dytë Prizrenit ishin këto. Se po ikën kohë fillon. Lidhja e dytë e Prizrenit donte që të kishte një formacion politik dhe ushtarak sido që të vinte koha për çështjen e Kosovës dhe Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe i thirrte njerëzit bënte thirrje, nuk ishte vetëm për Kosovën. A thirrja atyre ishte për gjithë Shqipërinë. Në gjurmët e lidhjes parë Prizrenit, lidhja e dytë i thonë ne duhet të rizgjohemi me këtë platformë. Kjo është platforma. Prandaj edhe ne sot themi që duhet të zgjohemi, ka nevojë politika shqiptare që të unifikojnë mendimin politik dhe strategjik të saj. Se sot kemi po tjetër probleme, po ta shohim. Edhe sot kemi po tjetër probleme. Lidhja e dytë në atë kohë ishte normalisht edhe formacion ushtarak. Ata dishin që do të kishte luftë. Ndërkohë serbët kishin ardhur në Shqipëri për ta minuar çështën kombëtare që Tiranë, ata nuk prisin për të bërë Kosovë. U fuqin në Tiranë për ta minuar dhe për të vazhduar për të qenë në vigjilencë. Mbas lidhjes së Labinotit, mbas konferencës së Labinotit e cila e shkriu komplet mundin gjëra se nuk ekzistoi. Ecin këto dy ngjarje që ashtu, legalistat bëjnë
atë përpjekjen e tyre. Me 7 nëntor, ato mbledhin Kongresin e Zallherrit, e shpresoshin që vetëm mbreti mund ta zgjidhte këtë punë në Shqipëri, Abbas Kupi me gjithë ato njerëzit që kishte me të legalitetit, rriten në pozicionin e vet të thotë mbreti është ai që dhe s'ka tjetër përveç tij. Megjithatë, kjo ishte mendimi i tij, nuk është në asamble, pra po ti shikoni, nuk është në asamble asnjë prej Kongresit të Zallherrit dhe asnjë prej ballit kombëtar, nuk është në asamblen, por ç'o ndodh të nderuar, këto kemi shumë patriot, kemi djalin e Ismail Bejvlorës. Kemi në Tiranë, të nderuar e kryeson në Tiranë Hafiz Ibrahim Dalliu, që ishte kleriku më i madh që kishte në Tirana. Plus Prizreni që kishte Bedri Pejanin, të gjithë ata firmtarët e pavarësishëm, që Petrovici, të gjithë që vishin. Të gjithë që vishin nga Prizreni, nga Prishtina, të ishin gjithë. Lista këtu është shumë interesante për ta parë. Pra, organizimi i nacionalistave ka asaj vorbull të madhe që kishin serbët, nuk kishte askund, ata gjithmonë ishin një hap përpara. Nëse lidhja e dytë e Prizrenit ishte më e qartë, tjerët nuk kishin ashtu të qartë. Kishin çeduar. Njerëzisht kështu mund, domethënë e kap logjika e freskët këtë gjë. Duke qenë se nuk po u futën në një front. Balli kombëtar shpresonte me teorinë e vet, rrite aty duke u marrë me ta si po pritte atë. Pastaj balli në fund u kujtuar të çonte ja 2 batalione në Kosovë atje sepse Mithat Frashi nuk mund të themi ishte për shqiptinë etnike dhe në Mukje për atë u prishin. Por tjetër gjë është të jesh në front, tjetër gjë është të shpresosh. Zoti Virtut, pyetje, lidhja e dytë e Prizrenit krijoi rishpalljen e pavarësisë. Jo, e krijoi asambleja. Po lidhja e dytë furnizonte 60-70% e saj ishte lidhjes dytë. Për gjithë asamblistat, që sheftë më... Asambleja erdhi mbas lidhjes dytë të Prizrenit. Asambleja në kohë me 14, me 16 e furnizoi komplet asamblen me gjithë njerëzit e vet. Edhe qeverinë. Edhe qeverinë Recep Mitrović. Pra asambleja përgatiste një Shqipëri që në rast duke menduar pushtuesin të përkohshëm. Patjetër, ata dishin shumë mirë independencën e Shqipërisë. Mehdi Frashi arriti deri aty sa shpiku një diçka të fortë. Shqipëria do të jetë independente, thotë. Do të jetë si Zvicra. Si Zvicra, po. Dhe kërkoi independencën në Nürnberg. Ka pas debate shumë të forta. E ka fituar debatin edhe me Nürnbergin, edhe te Hitleri ka shkuar relacionet. Dhe Hitleri ka thënë leri të bën çfarë dën ata. E ka lëshuar sepse konflikti ishte aq i fortë, se ka leri më se të vëgjën ata leri të bën çfarë dën ata. Ata më ta shkuar jo, por ne. Ka hap rrugë kuptimi. Nuk ka qenë aq shkuar. Hitleri e njifte Shqipërinë shumë herë më mirë se ose ndoshta sa vetë sa Albanalogu vetë që ishte në atë kohë me Di Frashi, por edhe ka thënë që është vend romantik edhe e dinte mënyrën e organizimit të Shqipërisë që nga kohët historike. Shumë vërtet. E dinte dhe kishte një farë, domethënë, referencë që këto do t'i gjente po të humbë dhe luti, ai fat që do ta gjente Gjermaninë, do ta gjente edhe ne nga slavët. Dhe ashtu na ndolli. Dhe ashtu ndolli. Pra, duke qenë në këtë pauzull, ati nuk ka se i prishte punë një independencë e Shqipërisë. Pavarësisht se qitë të lashe deri në dhe media ndiqte shembull që ndeti Shqipëria neutrale e independente në luftën e parabotore. Media meti, Të lutem, luftën e parabotore Shqipëria 14-18 ishte pothuajse neutrale dhe independente. Nuk u përzi pavarësisht se u fuqi në luftë. Jo ishte luftë, zoti Balej. Më shumë ishte independente, politika ishte independente. Iku prit vite, ngel independente deri në 18. Në kuptimin që italianët këtej grekët kishte qeveritë vetë Shqipëria, se kongresi i Lushqes të bursës, austriak me italianë. Kongresi i Lushqes e formuar me Shqipërinë urdineze. Aty kishte një hetërbetje nga Kosova pastaj atë kohë aty sepse me çfarë ndodh tash nga asambleja? U bë asambleja 16 tetor. Me 16 tetor. Pse goditja asambleja pyetje? Pse ishte goditja e asamblesë? Ajo ishte goditja e partizanëve shqiptar. Ishte goditja e jugosllavëve për asamblenë. Ata kishin, po patjetër po. E kemi referencë, e kemi. Shiko, çfarë ndodh. E para punë partizanët tonë atëherë nuk dishin. Dhe goditja me top e famshme në kodrat e Saukut. Nuk dishin përdorshin gjë tjetër. Po. Besate Gustav që e drejtoshin situatën e brigadave që jepshin urdhra që bëshin, normalisht që kishte topa që kishte ndarë Italia. Nga gjujtja që ka pas në kodrat e Saukut ka qenë një mitraljer italian. I zarë Europë, normalisht, i ka dhënë detyrën dhe urdhri është dhënë nga partia për të dhënë për të ra asamblesë. Nuk ka shkuar si atentatet që u bashkë. Po asamblea kur çka godinë po bë?
Depozitin e brigadave. Te Depozitin e brigadave. Kodit nga liqeni. Në kodin e Karshi e gjujnë me topë. Nga kur sot... Për t'i prish qëtësirë, për t'a prish mbledhjen, për t'a prish mbledhjen, për t'a disiplinuar njerëzit, për t'i demoralizuar ata që kishin mbledhjen, për t'i friksuar, për t'i bërë. Ka që ishte ajo, ata ishin gjithë zotëri, gjithë njerëz të ardhur nga gjitha fiset, edhe ata nuk e dishin çfarë ndodh në Tiranë, çfarë forcash ndodh në Tiranë. Pra, ku është roli i bashkëpunimit këtu, zoti Sokoli? Pse themi ne se roli i bashkëpunimit me asambleja me pushtuesin atko, me gjermanët, sapo kishin ardhur? Asambleja nuk ka rol, nuk është bashkëpunim. Asambleja nuk bashkëpunohet me gjermanët në situatën e punëve të Gjermanisë si çfarë kishte. Gjermanët i leshin të lirë për të bërë punët e tyre vetëm se pushteti mos kalonte te komunistat. Kaq kishin ata. Tjerat punë që kishin, vetëm këtu ishte bashkëpunimi, që mos bashkëpunoshin me komunistat. Tjetër bashkëpunimi nuk merrte përsipër Gjermani. Kishte 2-3 reparte Gjermani, 2-3 ushtri që kishte rreth nëpër aty, e kontrollonte në mbarje si Shqipëri që kishte situata luftet, kur i bishin gjermanët dhe kur kishte luftë të tyre kundër gjermanëve, ato kundër përgjigjeshin. Pastaj dihet ata betejë që janë bë. Nuk ka pas shumë betejë me gjermanët atë se një vit ka qenë ai që ka bën. Nga tetori deri në nëntor ku kanë ikë, një vit ka qenë. Nuk ka qenë në situate pavarësisht se shkruhet të bëhet heroizma gjëra, po nuk kanë qenë ata. Nuk ka pas ashtu lufta as të mëdha. Tashti në situatën e tillë që këto burra mendonin të deshin me Shqipërinë e kufive, të dikurshëm, të vilajeteve, jo të katër vilajeteve sa kishin, po aq sa morën me Italinë. Pra mirë po kishte Italia bëri një të mirë se lirojnë disa zona, të cilat nuk ashtu. Por Jugosllavët rrinin me çifte dorë, si i thonë duke gjuajtur, për ta rimarrë edhe një herë për ta quajtur. Dhe çfarë ndodh? Dhe kjo është ajo që më ka revoltuar ditë, domethënë që është për të marrë si shembull. Nuk munden kurrë që Bujani të bëjë si iniciativë e kosovarëve ose iniciativë shqiptare. Bujani nuk është iniciativë e kosovarëve ose shqiptarëve. Bujani është një inskenim i serbo-malazezëve. Si nga kush komandoi kjo konferencë? Ja, po e themi nderuar dhe kjo është shumë interesante. Në Bujan kanë marrë pjesë 2 malazezë dhe 4 serb. Ka qenë edhe një anglez mbrapa që vite nga Beogradi. Një anglez për të shikuar për ta. Ka marrë pjesë një emisar anglez. Por, në kryetari i Bujrit ka qenë Pavle Jasević. Çfarë mendoni? Çfarë mund të mendojmë ne këtu? Se me 4 serbë, 2 melazez, mund të bëj politikë për të bashkuar Kosovën me Shqipërinë? Po. Ja s'u bën mukje. Po. Su bën mukje. Pas kam patur shumicën atë në atë. Ai nuk u bën mukje, ku e bërën, e firmosin, e bërën edhe anullurin. Dhe të falin Bujrin ta. Pra, kjo nuk i falet atë historianëve. Kjo nuk i falet, nuk duhet të arrijnë në këto rezultate. Të thoj, po, Bujri ka qenë një tentativë për ta bërë, por nuk bëre, bile ka arritur deri aty nderuar një historian sot i Kosovës që duhet kemi një respekt të madh për të, quhet Hakif Bajrami. Ai ka hyrë në Hakif Bajrami. Unë jam referuar të një shkrim jemi që kam të faqja jone lidhjes së re e Prizrenit, është një shkrim i gjatë që kam bërë për këtë gjë. Për mua konferenca Bujrit dhe Lebenotit janë të dyja të organizuara dhe loja tradhtisë kombëtare nga Jugosllavët. Sepse çfarë ndodh? Mehmet Hoxha, ish prefekti i Elbasanit, një njeri pa integritet, një askushi. Pra Jugoslavët ishin të inspiruar ose të arsye. Ne na duhet një askush thoshte. Dhe ta askushët i gjeshin. Që ta bëjnë Mehmetin, Enverin, që askushit i përdorshin askushët. Një në këta askush ishte edhe Mehmet Hoxha. Mehmet Hoxha arrin deri aty, jo vetëm që bëhet kryetari i konferencës, por shkon marrin fjalimet edhe në Beograd. Dhe përkthen Dušan Mugosha. Dušan Mugosha. Një skandal i turp i madh. Dhe thotë që ne nuk kishim të zot në fjalimin në Beograd në 45 prill të 45 më duket, nëse nuk e kem gabim. Thotë ne nuk kishim të zot të jepim aq shumë për luftën, sepse kishim edhe reaksionar brenda Kosovës. Po. Pjesë nacionaliste të Kosovës i quhen reaksionar. Po, quhen reaksionar. Deri tu arritë. Dhe çfarë mund të themi tash se kjo konferencë e Bujrit kishte në një situatë vetë siç thotë te konferenca, a mund ta marrim në Bujenin, një lojë që kishte vetë Jugoslavëve. Aty ishte Fadil Hoxha mbrapa.
Fadil Hoxha kishte qenë në themelimin e Partisë Komuniste. Elhami Limani kishte qenë i ardhur bashkë me Fadil Hoxhën në formimin e Partisë Komuniste. Nuk kanë ardhur se ka thirrë kush, e kanë marrë vetë Jugoslavët, e kanë prur më rënd. E kanë prur si loj për ta përzimur ja, ky është i Kosovës, ky është i Zahërët, ky tjetër është i Tareves tjetër, hajde tash të mbledh Korça këtu, Shkodra këtu, grupi i zjarrit. Çfarë rezultate del nga Bujani? Nga Bujani del rezultate që gjoja mas luftës, pasi datë marrim luftën, dhe të bim forcave nazifashiste, forcave naziste, ne të kemi një vendosje pastaj me votim. Dhe do ta lajmë të hapur situatën, jo që ju premtojmë gjë, se anglezët kishin një problem të madh në Kosovë, kur i thoshin forcave të Kosovës që luftoni, dhe gjithë kosovarët punën e parë që thoshin anglezëve, i thoshin, po më ne çfarë do të bëhet pas luftës? Ata thonë, po nuk e dim ne çfarë do bëhet, ta shohim brapa, po ne problemi është të hekin Gjerman, të bim Gjermanëve me luftë, vrasim sa më shumë Gjerman. Pastaj do votohet. Jo, nuk e premtoshin as votim, asgjë nuk e premtoshin. Dhe kosovarët kuptonin që ishte lojë. Dhe bile ka një Hakif Bajrami përmend një general i merë, nuk më vjen mend emri, që me 100 trupa që kishte, me 100 luftëtarë që kishte, i thotë që i thotë aty anglezit ikët, nuk Ymer Bardoshi. Ymer Bardoshi ka qenë ai, që generalit anglezit thotë që të lutem shumë del nga këtu dhe nuk kemi asnjë bisedë bashkë. Unë nuk luftoj kundër gjermanëve. Të lutem shumë, sot e tuti nuk kemi asnjë bashkëpunim bashkë. E pret komplet. Arrin deri aty sa i pret. Dhe të tillë kosovar ka pas shumë Ymer Berisha me ta, Shaban Bullusha ka pas atë kohë që kanë qenë të gjithë që kanë rezistuar me armë dhe kanë bërë një luftë e fortë. Ka qenë Mullaj Drezilani, ka qenë një trim i madh, një hoxh i madh që ka inspiruar të gjithë trevat e Kosovës. Ka qenë Maria Shklaku, ka qenë një shkodrane e madhe në Kosovë që ka arrit të marrë fjalimet të zjarrta atje. Dhe përfaqësuesi i Bujanit, Ali Shukriu, një nga ata që ka qenë në Bujan, është bërë me vonë prokuror dhe ka dënuar Maria Shklaku dhe gjithë këto. Më kuptoni? Ali Shukriu. Është në Bujan ky. Më kuptoni të nderuar ku arrin. Pra, këto ishin marioneta, nuk ishin njerëz që mund të kishin në integritet. Dhe me datën 8 dhe 9 korrik të 45-s në Prizren bën kuvendin e Prizrenit, në tytën e armëve. Pra, ndoshta Mogosha më rënd, me gjithë malazes më rënd që ishin dhe serb më rënd, bën kuvendin e Prizrenit, gjoja po preferisim po bëhet lidhje atë që kemi larë në Bujan. Ajo ishte kot, ajo ishte një diçka domethënë një tallje e madhe, me t'i bën njerëzit për me votu me zor aty që e dora Kosovën bëndaj në Jugosllavi, marrin edhe me Met Hoxhën e jep fjalim në Beograd, edhe kjo punë mbyllet. Po shikoj çfarë thotë libri këtu. Po. Konferenca shkencore e Bujanit. E para një kam një pyetje, pse nuk ka nga akademikët tanë, qoftë ajo e Republikës Kosovës apo e Republikës Shqipërisë, konferenca shkencore për të ditur pikërisht të vërtetat mbi që nga marrëveshjen e Mukjes, që nga lidhjet dytë e Prizrenit, që nga çështja asambleja, ndoshta edhe për Labinoti. Pse nuk ka konferenca shkencore kur këtu thuhet që vendimet e Bujanit ishin një grusht i rënd për forcat shoviniste serbomlladh. Asgjë nuk ishin kështu. Pra, një autor aty që ashtu dhe për ato forca politike që në kuadrat Partisë Komuniste Jugoslave dhe përmes saj synonin që Kosovën dhe nëpërmjet saj edhe Shqipërinë ta inkorporojnë në kuadrat e Jugosllavisë. Po pra. Ndërkohë që Shqipëria në atë kohë ishte në kuadrat e Jugosllavisë, si që nga që konferencë pas dal kundër tyre që do inkorporonin Shqipërinë në Jugosllavi. Ata ishin profesor, po Veri Luther 45-ën Titos merre se nuk e mbaj dot. Profesor, ka dokument fakt. Po jap një fakt. Në Bujan, në kryetari tjetër i Bujanit ka qenë Rifat Berisha. Po. Rifat Berisha e ka rrethuar në kullën e tij dhe e ka vrarë Osna. Se Rifat Berisha i doli gjumi, e kuptoi lojën e Serbisë, sepse normalisht ata nuk kishin atë informacion. Ata kishin organizim perfekt për t'i vënë njerëzit në shërbim. Rifat Berisha ishte për atyre që nuk u vënë në shërbim, po i nisur nga patriotizmi dhe i nisur nga shpresa, ishte gënjur si pas kupit që ishte në Mukje. Dhe Rifat Berisha kupton situatën që po lozin këto me ne dhe reziston dhe arrin Osna ta vras dhe ta rrethojë në kullën e vet dhe e eliminon. Pra njerëzit që ishin patriotë të vërtet, që përmend kishin shkuar në Bujë me një vullnet, pa ishin gënjur nga ajo gjë. Pra, pse ishin gënjur? Sepse kujtonin se
ka dhe një shpresë, sepse anglo-amerikanë do mendonin që në situatën e kartës së Atlantikut do ta banin me votë çështën e Kosovës. Gjë që nuk ka realizuar kurrë. E vetmja lëvizje që me të vërtetë ishte iniciativë shqiptare, me vullnet patriotik dhe me një vizion krejt të jepshin përgjigje kësaj skemet mafiozi që kishin serbo-malazest, ishte lidhja e dytë e Prizrenit. Lidhja e dytë e Prizrenit mjerisht nuk u kuptua mirë edhe nga vetë nacionalistat, një pjesë, por lidhja e dytë e Prizrenit edhe kohën nuk e kishte në favor, sepse shtatori, siç e thatë ju i nderuar, ishte i ngjeshur me vëmendari dhe me data. Shtatori i atëhershëm deri në nëntor kur u detyruan të largohen nga Prizreni dhe këto, sepse qendra e saj ishte në Prizren, lidhja e dytë e Prizrenit pastaj e ka vazhduar vëmendarinë e saj në ekzil. Dhe ka formuar Komitetin Shqipëria Lirë, pas vrasjes së të frashërit në Amerikë ka qenë Recep Krasniqi që ka udhëhequr Komitetin Shqipëria Lirë, kurse lidhja e dytë e Prizrenit ka qenë Xhafer Deva. Këto kanë qenë në shërbim ose në dispozicion të anglo-amerikanëve. Çdo operacion që është herë dhe çdo vështrim me Kosovën ka operu, lidhja e dytë ka qenë ajo që ka pas të vëzhgimin më shqetësues për qeverinë e Titos dhe për Serbinë. Sa imagjino edhe një ambasador që të shti ky edhe presidenti i sotëm i Serbisë, me Marko Gjorish që donte ta vinte ambasador, thotë që lidhja e dytë na prishi ambasadorin që ne të faqja e kemi të nxjerrën shqetësimin e presidentit të Serbisë, që thotë që lidhja e dytë të Amerikës, sepse normalisht ata kanë lobimin e vet atje, kanë kongresmen që lobojnë që na prishin mundësinë e ardhes së ambasadorit serb nga Amerika në Beograd, sepse aty kishin ata qëllimin që ta bëjnë. Pra lidhja e dytë ka vazhduar me pas një farë, pavarësisht asaj që nuk arriti të bënte në Kosovë, nuk arriti të realizonte, ishte konferenca e Teheranit dhe marrëveshja e Churchillit me Stalinin dhe gjithë që normalisht dhe Rooseveltin përveç Greqisë që shpëtoi dhe me insistimin e Churchillit, ai hyri me trupa në Pire për ta marrë Greqinë, sepse pozicioni i Greqisë krahasim me Shqipërisë ishte shumë më i volitshëm, i gjithë me zlleu ishte në dorën e ishujve të Greqisë dhe Churchilli ju donte se s'ban Greqia. Ai vuri dorën te Greqia dhe tjerat pastaj bëhet çat bëhet, nuk e kishte interesin e shumtë për këtë kësaj.